Rreth orës 10 të ditës së sotme, në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier, janë paraqitur dy nipërit e ish kryetarit të bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe punojësi i kompanisë Shkëlqimi 07, Gerald Kolçaku, për të njohur me masën e sigurisë. Në dëshminë e tyre në polici, ata kanë pohuar se nuk e dinin që personat e kamufluar ishin agentë të BKH-s, në të kundërt nuk do të silleshin në këtë mënyrë. Trupi gjykues, i përbërë nga avokat Niko Bega, gjyqtar Alfred Konomi dhe prokuror Petrit Vukaj, pasi dëgjuan deklaratën e tyre, vendosën masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa mbi të trekta shtetas rëndon akuza goditja për shkak të detyrës. Të martën në mbrëmje në Fier, 3 persona janë arrestuar nga policia pas një incidenti që ndodhi mes agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, forcave të operacionales dhe disa të afërmëve të ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Në pranga janë vënë edhe 2 nipërit e ish kryebashkiakut të djathtë, Ledian dhe Claudio Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku.